Kam një lajm shumë të mirë për të ndarë për shumë qytetarë në çdo cep të Shqipërisë dhe shumë bashkombas në diasporë. Paketa e maleve tashmë është përqafuar nga shumë qytetarë, të cilët dashurinë që kanë për vendlinjen e tyre, për tokën e të parëve, po e kthejnë në mundësi zhvillimi për ekonominë lokale dhe atë familjare. Dhe sot ne kemi dallandyshet e para të suksesit. Bashkitë në vend e shohin paketën e maleve si një mundësi zhvillimi ekonomik rural dhe si një instrument që se kam pasur kur më parë për të adresuar nevojat e qytetarëve dhe krijuar ekonomi lokale. Deri tani, 52 bashki kanë miratuar më shumë se 460 zona prioritare. Janë rreth 1900 aplikime në platformën paketaemaleve.gov.al. Dhe rreth 200 aplikime janë miratuar tashmë në këshillat bashkiak, ndërsa kemi dhe rastet e para konkrete të suksesit duke marrë lejet e zhvillimit dhe duke filluar investimin në territor. Pra procesi po kalon nga interesi te aplikimi dhe tashmë te investimi real në territor. Dhe për të gjithë ata që mund të jenë ende skeptik, dua të nënvizoj shumë qartë disa pika. Paketa e maleve është një instrument të dorën e bashkive si një incentiv për zhvillim ekonomik rural. Jo vetëm që nuk prek pronën private, por adreson shpesh dhe kalvarin e gjatë të atyre qytetarëve, të cilët duan të investojnë në tokat e të parëve, por e kanë pasur të pamundur, dhe po ashtu shumë qytetarë tjerë të cilët disponojnë një tokë për më shumë se 10 vjet. Ajo zbatohej mbi pasurinë shtetërore përmes një procesi të plot verifikimi, me 45 ditë afishim publik dhe me garanci që çdo pretendim pronësie do të ndalojë procesin. Qëllimi është i qartë, të zgjidhim problematikat e mbartura prej vitesh dhe t'i kthejmë ato në mundësi të reja për investim, punësim dhe zhvillim lokal. Dhe rezultatet e para po tregojnë se kjo po bëhet realitet.